por qëndrimet e lëkundura apo duhet thënë në fakt se çdo shtet niset nga interesat e veta dhe Amerika po shikon interesat e veta në këtë moment që nuk janë të njëjta me interesat e Europës, ka zgjuar Europën apo e ka shkundur nga ajo rehatia e saj që duket se në fakt po dëmtonte edhe interesat e veta me atë rehati duke ju dhënë një forcë edhe rritje forcave ekstremiste siç e pam me AFD në Gjermani apo në Austri apo në Francë dhe vende të tjera. Riarmatosja e Europës është zgjidhja, është një projekt afatgjatë për të parandaluar që Rusia të bëjë të njëjtën gjë siç ndodhi në Ukrainë, apo është thjesht në kuadër të disa deklaratave që bëhen në këtë moment një formë presioni ndaj Rusisë? Ju e thatë shumë mirë dhe sot edhe në shtypin gjerman përmendet shumë ajo fjala Weckruf, domethënë zgjidhja e zgjimit. Pra, zgjidhja e zgjimit në fakt për Europën ka kohë që ka rënë, nuk është se po bie tani. Tani thonë gjithë ekspertët, është koha që Evropa të veprojë, sepse siç e thamë dhe e kaluar po ju kujtohet, do zbatohet për ullën dy duar për një kokë janë. Pra, jo se janë hequr shpresat nga Amerika, marrëdhënia e saj dhe dje në summit u konfirmua, përpjekjet do të bëhen, por siç e kemi thënë me këto qëndrime që po mbajnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç e thatë ju me të drejtë, duke parë interesat e veta, edhe pse 80 vitet e fundit Amerika me Evropën kanë pas interesa, vlera dhe parime të përbashkëta, prandaj ka qenë alianca perëndimore. Gjithsesi kjo e çfarë u bë dhe tani Evropa ndodhet në krizën më të rëndë në historinë e vet, sepse nuk bëhet më fjalë që do ekzistojë BE-ja apo jo. Bëhet fjalë për mbijetesën fizike, bëhet fjalë për një sulm, për një agresion tashmë të konfirmuar. Edhe dje u tha, por gjermanët janë shefi i shtabit përgjithshëm dhe eksperti më i mirë gjerman i sigurisë ka dhënë alarmi që në 2029 Rusia do të sulmojë në ballë të gjerë vendet e NATO-s. Prandaj tani Evropa i ka marrë gjithë masat në këto kushte të rrezikut rus nga njëra anë, të Kinës nga ana tjetër dhe të qëndrimeve amerikane, ta themi kështu me të butë, nuk ka më rrugë tjetër. Prandaj ajo duhet të përgatitet dhe ka filluar të përgatitet secili shtet dhe BE-ja vet, pavarësisht se Pedro Sánchez, kryeministri i Spanjës, dje kritikoi, tha, ore, po Bashkimi Evropian tha është një projekt paqeje, është një fuqi e butë, soft power. Ç'pun kemi ne me armatimin? Por kjo është gabim, sepse vërtet BE-ja u krijua si soft power, ama kishte hard power, e kemi thënë dhe më parë, NATO-n, ku është vetë Evropa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani kur NATO nuk merr më garanci ose i vën në diskutim, nuk ka më rrugë tjetër, nuk vlen më asnjë teori, asnjë test tjetër për Evropën, po vetëm të riarmatoset. Dhe kjo nuk është politik lufte, por është politik për mbrojtjen e paqes. Dhe mendoj që Evropa është rrugë drejt dhe siç e kemi thënë, ka një besim të madh që pavarësisht nga dobësitë e deri tanishme, nga gabimet që ka bërë, ajo ka vënë mend dhe do të arrijë që ta kapërcej dhe këtë krizë të madhe siç ka bërë gjithmonë Bashkimi Evropian. Dhe duket se paradoksi qëndron në fakt tek mënyra se si dy vende, dhe këtu kam fjalën për Italinë dhe Spanjën, po i qasen planit për riarmatosjen e Europës dhe këto dy vende janë dy vende që nuk e kanë kapur as 2% dhe janë shumë larg të prodhimit të brendshëm bruto që duhet të financonte mbrojtjen. Pra ato që financojnë më pak duket se kanë edhe janë dhe më të zëshme kundër, ndërkohë që Polonia po shkon tek 5%. Polonia është vendi më pararoj dhe mendohet që ajo do jetë bashkë me Francën, Gjermaninë, Anglinë dhe Poloninë. Mos harroni paguan 77 milion euro për Starlinket e Ukrainës dhe plot njëma tjera. Po, problemi është këtu që Italia, ne e kemi thënë më parë, përveç problemeve ekonomike që ka, tani me kryeministin Meloni, me ekstremin e djathtë, pra është partner duket më shumë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjithëse një mendje, një këmbë, një dorë e ka dhe nga BE-ja. Po duhet me pasë ndoshta Trumpi si ka parë ende fond financimet që ka për mbrojtjen. Mund të prishet kjo marrëdhënie kur të shohë bilancet. Është vërtet jo, sepse ka interesa më të mëdha. Shiko, ajo e Trumpi thoni ju 2%, në fakt ka qenë nuk është shkaku real e kësaj. Ajo ka qenë që në 2017 një pretekst i Trumpit. Tani, mos harroni që ajo 2%, po ja u rikujtoj,
ka qenë objektiv për të realizuar në 2014 nga samiti i NATO-s në Welsh, kur u bë atëherë u vendos që deri në 2024 secili vend antar i NATO-s do japi 2%. Trumpi doli në 2017 dhe tha këtë gjë. Pra ajo ishte një pretekst edhe tani. Nuk është problem edhe kjo do rritet. Tani problemi me Spanjën, pra, janë me Italinë edhe me Greqinë. Edhe Greqia, për shembull, kërkon patjetër që të merren vash shtetërore, si Italia dhe Spanja dhe disa vende të tjera. Është ai problemi si do financohet ky borxh i madh, 800 miliardë euro, ose 650 miliardë, se 150 miliardë do japi kredi. Gjermania, Hollanda, Austria janë kundër krijimit të këtij borxhi të madh shtetëror siç u bë në kohën e Covidit, sepse nuk kemi takato dhe nuk është e drejtë. Ndërkohë Greqia, Spanja, Italia dhe vende të tjera kërkojnë pikërisht këtë gjë. Ky është një nga problemet më të mëdha që duhet kapërcë BE-ja. Pra, a do miratohet ky eurobondi mbrojtës, siç u bë 750 miliardë euro për Covidin, apo jo? Kjo ka të bëjë me qëndrimin e Spanjës dhe të Italisë dhe të Greqisë, por tham, në BE këto janë gjëra të vazhdueshme. Kjo është demokracia liberale në Bashkimin Evropian, sepse janë 27 vende me të drejtat e tyre.